garantimit të asaj çfarë mund të garantohet nga ecuria e zgjedhjeve, aty në një farë mënyrë besoj që do funksionojë, se të dyja palët do të jenë kundër njëra tjetrës, kështu që besoj që do ekuilibrohen. Ke pjesa tjetër pastaj ne do kemi praktikisht një muaj qeverisje bosh. Se këto po e diskutonin më përpara. Në praktikisht në këto 6 ministri nuk do bëhet asgjë, ose po thjesht asgjë, ose gjërat do të lihen shkojnë për inerci sepse do të ketë qeverisje. Se çfarë do ndodhi këtu varet më tepër nga karakteri i njerëzve. Ose mund të ekzistojë një skenar të ketë përplasje brenda qeverisë, domethënë, siç tha zoti Hoxha, nëse njëra palë tenton underground ta përdori prap qeverinë. Ajo do jetë vështirë që ndodhi sepse janë momenti që është ministri aty me palë të tjerë është çik vështirë. Që pjesa tjetër pastaj varet çik nga temperamenti, karakteri i njerëzve që janë aty brenda. Se nuk është shumë e vështirë ta imagjinosh një konflikt mes një mbledhje qeverie midis njerëzve të ndryshëm aty me kryeministrin, për shkak se ministra me njëri tjetrin. Që kanë shkarkuar njëri tjetrin, kanë hedhur gjyq njëri tjetrin etj. Kjo është çik pastaj më e çuditshme dhe më kështu interesante. Po të kishim ministra që kundërshtonin kryeministrin, ky do të ishte një lajm i jashtëzakonshëm i mbarë. Jo ministrat që kishte, skenari mirë, skenari keq. Domethënë që këta ministra kanë shkuar aty të thonë Hosana për kryeministrin. Nëse ministri një partie aleate apo i partisë kryesore në pushtet do të kishte integritet të kundërshtonte kryeministrin e tij, pra e prorin direkt, atëherë po ju them, si rregull do të ishte një lajm i mirë dhe i mbar për demokracinë shqiptare. Ndruaj se jemi shumë lart. Ka ndodhur. Më fal. Ka ndodhur. Ja unë po të them që ka ndodhur. Her pas here. Tani Blend. Po. Lajmi i mirë është që u shmang skenari i keq dhe moshyria e opozitës në zgjedhje. Çfarë shanse ka merr dy skenaret e qeverisë? Funksionon nuk funksionon? Që mos merren me gjithë. Kjo nuk është martesë, kjo është një fejesë me bashkëjetesë dhe zakonisht në fejesë zakonisht gjërat shkojnë mbar. Më pas palët fillojnë edhe shikojnë. Pra tani sa ko janë bashkëjetesë, kjo është fejesë edhe me bashkëjetesë bënda. Janë kanë hyrë në një dhe se më pas do shkojë dy skenarë, funksionon nuk funksionon. Pastaj të shikojmë. Dy skenar, por në dy plane ema. Një në planin shtetëror dhe një në planin jashtë shtetëror. Në planin shtetëror apo qeveritar, ato 6 ministri nuk do të mund të keqpërdoren dot në zgjedhje me fonde dhe personel. E para, ata 6 ministra atje, për gjithë arsye që tham, që nuk do jenë me kompetenca të plota dhe po të duan nuk mund ta përdorin dot administracionin